Mirëmbrëma të dashur dëgjues, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio, si çdo të hënë në orën 18:00 e dini se çfarë ndodh. Top fare, Julian Hurdha, Angelo Shkreli, DJ Vini, treshja braziliane që do t'ju mbajë në shoqëri deri në orën 20:00. Kur thua se treshen, vetëm treshe shqiptare mos e thuaj. Po jo, asnjëherë nuk do të. Ne kemi të dëmtuar, kështu që. Ne kemi të dëmtuar, a? Ne kemi dëmtuar. Po jep se ç'duhet e siç duhet. Ska që kemi Uzunin që bën gola, është i pari shqiptar në Amerikë që bën gol në gjysmën finale, është i pavarur dhe nga Lushnja. Po ti shkrim se manushit. Jo më. Paso me Glendit. Do të jemi deri në orën 20:00 si çdo të hënë, ju e dini tashmë nisim javën plot energji, plot ritëm, edhe pse jashtë duket sikur po bie shi, në fakt kur erdhëm ne po binin ca pika, tashmë nuk e dim se kemi nat 40 minuta që kemi ardhur, gjithsesi do të thuash që vjen para kohë. Shqiptar, pra. Bravo të qoftë. Në pjesën e dytë të emisionit do të kemi të ftuar Bruno nga grupi Revolt Clan, ku do të flasim për gjithë bashkëpunimet që ai ka bërë, ka një listë të gjatë, saqë nuk dim nëse do na dali koha, po deri atëherë kemi kohë se kemi dy lajme shumë të rëndësishme. Çfarë lajme është more koleg? Lajmi i parë është që Meta ka dalë. Çdo jo, është pamund. Impossibile, pse si shohun këto lajme? Ka dalë me propozimin më revolucionar të dekadës. Çfarë ka thënë një hajde? Job Pas ka nis direkte, fal. Job për ata që do të lënë mesazhet sin në WhatsApp. Jo. Mos ja fut kota bur. 100%. Mos ja fut kota. Po mirë më se në fundit një ligj që do preki këta të rinj të bur. Këtë rinj edhe më shumë. Çka mesazh? Me edhe më. Ndërkohë që unë lexoj ti hap. T'ja lë sin këtij më Jo, duket. mos ja lër sin. Pra ky ligj për këtë rinj aty ku ju dhëm më shumë tek sini. Edhe mendo se sin e n. Okay, sin, se sin është sikur bën mëkat. Nuk themi dot më as me atë dy vizat blu, se shumica e kanë hequr. Këta që punojnë kështu në administrata i heqin. Po pse hiqe viza më çkeni? Nuk hiqen vizat. Jo. Nuk janë për të hequr, janë për të bërë. Po. I vën vizat, bravo Juli, bravo. Edhe mendo se sa lek do mblidhen nga gjobat adoleshentëve që e lën inboxin sin pafund. Një sekond, kush më hoqi muzikën nga kufjet po. O Vini, se mirë që sa pagun kamë, po më duket se na ke hequr muzikën edhe nga. Na ke hequr muzikën nga veshët. Okay, na erdhi. Deshet ta lësh sin, ja. Vini në piano. Por mos harroni, nëse gjobat e makinave i paguani gjys për gjys, pra me 50% brenda 2 javësh, këtu nuk ke nga jamban, se këtu do ta paguash kokër më kokër. Përveç mesazheve i bëjmë thirrje të vendosin gjoba edhe nëse e lë sin, punën apo prindrit. Ndaj sot nga këtu në Top Fare do të bëjmë një thirrje publike. Mos lini njerëzit sin, kthejani njëse okay, ndonjë ose një po mirë, se tani jeni duke u vëzhguar sipas Metës, ose një jo. nxuq. Merrni shembull nga radio që nuk ju lë sin në asnjë moment. Edhe ne nuk ju lam sin sot, kështu që ngrini volumin, na dëgjoni, por mos guxoni të na lini sin se mund të vi gjoba. Dhe dy lajme të tjera. Kjo që do të themi tani është vërtet një perl. Kemi qesh, sa shumë kemi qesh. Është fiksa i momenti se si na kopjojnë ne të huajt. Juli, je gati apo jo? Jam gati. Jepi me që je gati, lecohet. Ju kujtohet fiks para një muaj ku avokati Ilir Metës u shpreh se ish presidenti i vendit po shkruan një libër i cili sipas tij do të trondis politikën shqiptare. Po, është duke shkruar edhe një libër mbi angazhimet e tij gjatë 35 viteve të fundit. Do të jetë një libër që do i zbulojë shqiptarëve se çfarë ka ndodhur pas kuintave në politikën shqiptare edhe do ta trondis atë. Po, Meta po hedh kujtimet e veta, veprimtarinë e tij politike në një libër. Meta do të jetë Konti Monte Cristo së politikës shqiptare, ka deklaruar avokati në një prenoncim për Top News pothuajse një muaj më parë. Unë i bie më të fortit. Tamam. Edhe pus në mes. Tre me morbie, si deli- të trokit kur 313. Shesh. Ej, po unë do Do ta thoja shndroj pra të çoj pazar të ri. patjetër duhet bëjmë hapim një peticion. Unë do thoja që pyetjet janë pak më ndryshe. E para punës, kush ja çoi Sarkozis kopje në burg dhe ku mësoi Sarkozy shqip? Pse do thoni ju? Ha pra. Sepse 2 javë më vonë, pasi ish presidenti shqiptar bëri këtë deklaratën, ish presidenti francez Nicolas Sarkozy filloi vuajtjen e një dënimi 5 vjeçar në burgun La Santé në Paris. Sarkozy ka thënë se po planifikon të shkruajë një libër të ri gjatë kohës në burg, dhe ka marrë me vete 3 libra. Për
median franceze Le Figaro, ai ka thënë që ka zgjedhur Konti Monte Cristos. Pra tani janë ato dy pyetje që kolegu tha. Ka shpejt e shkroi Meta librin dhe nga u frymzua Sarkozy për këtë. Ore dhe e dyta, ore mos vall ky Meta ka nisur të përkthej direkt nga frëngjishtja, se ka bërë frëngjisht dikur, se tani hyri gjermanisht jam. Pra një faqe e shkruan shqip, një faqe direkt frëngjisht. La Comte de la Montetirana. Ose La Comte de la Parza Noa. Gjithsesi. Oui. Gjithsesi në këtë muaj libri e panajiri presim me padurim si do shkojë ky muhabet kollosësh letërsie. Kok e rrot me njëri tjetrin. Më sakt kok me Kadaren dhe Victor Hugo. Por një gjë është e sigurt, Meta e shkruan, Sarkozy e lexon, populli e paguan në fund të ditës, ndërsa DJ Vini. Mor popull, sa shumë gjëra bëhen emrin tënd. DJ Vini do të na çojë diku larg. Po dyshon ti? Mos më bëj filma unë. Po jo, ty s'bëj filma, unë ti bën filma. Ti për të bërë filma. Ku do na çosh tani? Tani, meqense jemi në këtë nëntorin e librit, është nëntori panajirit, nëntori i alfabetit, i festave të në pavarësisë së çlirimit. I pushimeve thuj pra, i pushimeve në administratë. Edhe në shkolla, po. Një film? Po. Me shkronja. Po, të gjithë filmat me shkronja. Udha e shkronjave part 2. Oh, po. Okej, futëm në karakter. Tunç morbir. Zoti Daskalti? Po morbir on. Ti këtu? Ti sigur pas ke dëgjuar këngën nuk Atilit u zgjova për varrin, më? Po s'më mbante varri mor tunç. Po ku jam kështu morbir? Aty ku ishe o zoti Daskal? Po ku janë malet morbir? Aty. Po i kanë zënë pallatet, nuk i shef. Po fshatarët që prisnin shkronjat me mall, ku janë morbir? Ku ka fshatar tani o zoti Daskal? Të gjithë janë bërë qytetar. Njëri në Gjermani, njëri po pret vizë në Amerikë, një tjetër ka në TikTok po bën live po kullot delet, ka ngel veç gjyshja dhe një dhi që s'ka wifi. E pas kanë braktis fshatin, po mësues, a ka më o tunç? Ka, parë zotin, lej këto tani. Mos të dëgjoj njeri se na fliqe. Se me qenë kohën e baba qemos, o zoti Daskal. Po pse mor tunç? Po flasim për call center, supermarket, fast food, shopping, qa do më? Call center, fast food, që janë këto morbir, smunje? Jo, industry, call center. Flasin itali, shqip, për orë tëra njerëz që nuk i njohin, nuk njifen njëri me tjetrin. Po kuajt mor tunç, ku janë kuajt e karvanit tim? Një e ka Skënderbeu të sheshi, bëjnë foto turistat, një tjetër e ka njërin e lokal ande nga dajti, e mba kështu për dasma, fejesa, gëzime familjare. Një tjetër ka një biznesmen, po e nxjerr vete për 28-29 nëndorin. Tjetër, sti, DJ Vini ka më duket, ja dy, në Gjirokastër. Ecim tunç. Ja, kjo është kali Vinit. I kali se ku qëtë. Mos dil nga karakteri, Juli. Ecim tunç. Po ku të eci, o zotri, mos ma caroj dhe ti tani, ec. A se shef trafikun, ka trafik, blokim, nerva. Pip. Po dikur fëmijët prisnin që t'u sillja fletore e libra, po sot çfarë presin mor tunç? Pushimet presin, zoti Daskal. Pa i lexojnë libra që sillja unë. Po, Daskal, në verë, në plazh, në shezllon, hapin librin dhe rap bëjmë foto. Si e shoqe? Po abetarja morbir, a e mësojnë më fëmijët abetare? E mësojnë, por s'është më A për atë dhe. Tani është A për arritje personale, K për lek e kështu me radhë. Po qysh morbir nuk i lexoni më shkronjat tona, po ne dham jetën për ata shkronja. Ju dhat jetën, ne po na marrin jetën, o Daskal. Këtu njeriu s'lexon tabelën stop, ti thu shkronjat e tua. Kanë mbetur vetëm shkronjat e tatuazheve. Only God can judge me. Do you understand, man? Hey, Mr. Daskal. Po pas ke ndryshuar shumë mor tunç, që ke bërë nevrik, humorist, flis ke gjuhën e Europës, pas ke vu dhe ca gjona si Clint Eastwood. Mos më bëj filma më, është ka gjëra këto. Jemi gati për BE Daskal, po përgatitemi, prandaj flasim kështu. Shumë mirë, ecni përpara mor tunç, po mos i harroni shkronjat. Janë harruar, se vete ke fajin. Pse? Ti solle shkronjat prej plumbi, Daskalo. Por tani ka ngel vetëm plumbi. Plumb në gazeta, plumb në internet, plumb lajme. Në çdo fjalë që nxjerrim nga goja është plumb.
Po shkronjat ishin Flori e shkuar Floririn. O tunç. Edhe Floririn e kanë zhduk. Mos u lodh kot, po desh e ikën bërgjit hanej drekse, në krap zgjen me gjë. Ose nib, bëjnë za pula atje të mira zot skal. Më lëndove më bir, më mirë të kisha sjell Florin. Më mirë, të paktën do kishim marrë 1+1 shande nga bulevardi i ri. Po për çfarë bëra gjithat rrugun më bir? Për t'i parë shqiptarët që i mbulojnë shkronjat me reklama Black Friday e bëre. A do të flas më trosh tani se po na acaron? Çampa syri. Prit se nuk e pa gjo akoma. Hapi syt edhe shif. Edhe pse s'dim të lexojmë, dim të komentojmë, dim të gjykojmë, dim të shajmë. Leximi është bërë sport, po jo për librat. Lexojmë njëri tjetrin dhe themi na e futi tani, na e futi pastaj. A mër bir, gjuha kocka s'ka, po kocka thyen. Ne po thyemi në mes. Jo, punë, jo trafiku, ti thu kocka. Po është më Shqipëria e ditur mërtunç. Është e diplomuar, por askush se di se për ça. Se tjerët e kanë diplomën, tjetër duan, tjetër blejnë, tjetër marrin fund. Në kohën time njeriu që s'dinte një shkronjë rrinte aty në cepit të përruar mërtunç. Po sot e di çfarë është bërë ai? Opinionist. Tunç. Sill prap libra, të lexoj ndonjë. Po s'kam ku t'i gjej. Po hap Instagramin se aty ke faqe librash me thënie të bukura kështu. Mor bir ma bëre zemrën cop. Si që nga shndru Shqipëria ime, një vend ku njeriu s'lexon dot as vete. Gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Mirë se erdhe. Tani e di pse kemi të dashur, Se na mësojnë si t'i shkruajmë fjalët shpresë. Ti na e ke mësuar si t'a shkruajmë fjalën shpresë. Po ke bërë një gabim shumë të madh. Daskal, nuk na the që duhet ta ruajmë, se e humbëm shpejt. Më vjen keq që dola nga varre tunç, por po iki prap. Më mirë i vdekur e me nder, se sa gjallë i turpëruar. Iko zoti Daskalik, e të noj qyqe me këtë gërmall. Po mirë na rikthe prap në realitet, se ky Daskali na bëri për i thot, çfarë thot shkronja thot, pa na lerat, e mësum alfabetin e kaq na duhen shkronjat. Je i sigurt që e di? Po më, ABC që D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Sh, T, Th, U, V, Z, X, Y, Z, Ž. Harove lën. Po mi me 2 L bën 1 L, a kupton? Lambi. Si më dhe më shojë. Okej, bukur shumë. Ikim në muzikë, është 18:28 minuta. Okej, Human, The Killers, ata që vranë 10/11/2025 ose siç mund ta themi ndryshe është 10 nëntor. Po, dhe nga udha e shkronjave te telenovelat meksikane real quick. Patjetër direkte në real time. Okej, bukur shumë, por ju mos u mërzisni sepse tani ju i dëgjoni lajmet çdo orë, po s'keni dëgjuar ndonjëherë lajme allasoj. Edhe informohu, edhe argëtohu do thoshte populli. Bravo. Faleminderit DJ. Mirë se keni ardhur të dashur tele shikues, tele dëgjues, tele telefonues. Në edicionin fix. Tani do të nisim me një herë. Më dëgjo mirë, po i lë njerëzit pa buk. Kryebashkiaku i New Yorkut sfidon hapur presidentin amerikan Donald Trump. E kishte mirë ai Korçari, ta jo videoja, u zua të vetë kur në Amerikë, kam 6 kushëri, po ngordhin për buk. Aja tha pak më ndryshe, për ne pa e përshtasim. Mirë. Nis me njëherë lufta mes Mam Denit dhe Donald Trump. Kryebashkiaku i ri i New Yorkut bën gati 200 avokat kundër presidentit amerikan. Ti 200, unë 300 ja ktheu Trumpi. Spartans, prepare for glory. Nëse e bën Trump, do e bëjmë edhe ne. Po edhe ne do ta bëjmë. Putin urdhëron përgatitjen. Putin, Vladimir Putin, thashë te Putin, ç'vendos. Sa na bëri lëmsh. Putin urdhëron përgatitje për teste bërthamore. Kësaj thon shef Rushi dhe piqet. Mishit e piqet dhe hedhjet muzdiqet. Ide për video ta dy. Moska provokon Romën. Italia do të shëmbet tërësisht nga ekonomia e saj deri te kullat. Amanëre, kujdes me kullën e Pisës, se është gati një shtyme do. Çai të fryme. Lavdomir frigoriferëve tradicional, shkencëtarët zbulojnë metodën e re të ftohjes. Po, mos më thatë rrogën fund muaj. Po. Ti prandaj e ngroco se sa e ke marr. Bravo Juli, bravo. Raporti i Këshillit të Europës për Maqedoninë e Veriut, hapa në vend në procesin e integrimit, ose e thënë ndryshe në balet, 1 hap para, 2 hapa mbrapa. Hopa. 30.000 suedez kanë vendosur microchip në dorë.
Këta I herë të ftohtë ishin si popull. Imagjino sa të ftohtë do jenë tani që s'tjapin më as dorën, se po ta dhan fablin lekët. Kush e pa. Apo ju shkakton moti dhimbje koke? Ja disa këshilla që mund t'ju ndihmojnë. Po lejeni mi studimet e këshillat e para punë dhe vina një job nga mikja jon kineze Xi Jinping. Se s'ka lidhje me motin, më ka lidhje me hallet kjo. Këshilli Evropian synon në rrjetin hekurudhor me shpejtësi të lartë nga Berlini në Kopenhagen për 4 orë. Për ju që nuk e kuptoni, është njësoj sikur me unë nis me makinë nga ura tabakëve deri në Astir në orën 4:30 mbasdite. Po, që arri Po, vallai thjesht ura tabakëve të kesh në rrugë për Astir, më mirë fik makinën, prit që të kërkosh në trafik. I dyshuari kryesor për grabitje në Louvre është një YouTuber. Ku po shkon kjo bot nuk e di asnjëri, edhe kur të vjedhin duan me të bëj video, kupton që ta shohin. Po su dokumentues quhet. Cristiano Ronaldo koleksion me mbi 40 makina. 37 I kisha unë kur isha I vogël. Ça? Makina. Shishitalle, ç'a thua? Makina lodra ato që luani më shumë. Ja pra, po koleksion. Po I moment më ndodhet çdo për në radio për sport. Pse I ndal lekët e mua? Fiti këtu. Pas postimeve që shkaktuan shqetësime për fansat, Britney Spears fshin llogarinë e saj në Instagram. E kam bë xista. Hiqni kputucët, futuni like, follow sa më shumë ta çojmë akauntin e ri 2000. Promovohet në Elbasan në romani Shtëpia me 2 qati I shkriptarit Rezart Palluçi. Lupsi Rezarti, mirë që ka shtëpi. Çka ka Rezarti? Po e ka edhe me 2 qati. Ç'na bësh ne që s'kemi as qati, se shtëpi jo ajo. Po ç'thua ne jemi në fazë për na bjerë dhe flokët e na thonë që ka të dëra qatia. Nëse për te isha ka dhe Rezart. Urive për librin. Respekte, do vi. Biles pas emisionit në vem. Në Elbasan, këtu afër e kemi. Nga trafik për të shesh. Bravo, çeki godit fare. 1.5 milion meksikan marrin pjesë në paradën e të vdekurve. Ai shumë u lodhën në paradë sa në fund tha në sinkron u lodhën. Ndiqëm. E bukur shumë. Bëvi serioz tani si më për qesh këtu. Po, më fal. 1 milion euro dasm rrëfehet shqiptarja që u martua me futbollistin e njohur francez Benjamin Pavard. E pike zeshta ka gjetë. Sa më shumë ferforohemi, ne aq më shumë shtoni shifrat ju. As bëni dot një intervistë pa përmend lekët. Do mundohemi sot. Japonia mposht Kinën dhe arrin mrekullinë e shëndrimit të ujit të kripur në energji. Mos u gëzoni, se edhe fatura ashtu do ju vi, si uji I kripur. Rajoni I Sicilis ka përjetuar momente dramatike në fundjavë me shira të rrëmbyeshëm dhe suhi që kanë përmbytur rrugët. Dhe siç thot populli, bëuni gati se pora në Itali për 2 ditë e ke në Shqipëri. Jul Blonjati. Miliarder, por jeton në një shtëpi para fabrikat që kushton $50,000. Çfarë bën Elon Musk me të gjitha paratë e tij është pikpyetje e madhe. Po ai s'ka ndërmend të rrinë në tokë, prandaj nuk ble shtëpi. Marrësi tokë kuqe, e paprekme, investo I sigurt. Elon Musk ka gjetë imobiliar. Një shtëpi në Mars. Bjer fyt me telefon nga koka. Shtëpia Rinajer. Derbi Torino Juventus, mbrojtësi shqiptar Ismaili Mur në derbi. Prandaj rripen Shqipëria se lojtarët tanë kanë mejtë mu marrë me ndërtim. Jo vetëm lojtarët, të gjithë ne. Akuza në manipulimin e fjalimit të Trump. Drejtori I përgjithshëm dhe drejtori ekzekutiv I BBC-s japin dorëheqjen. Tani pritet që BBC të nxjerrë versionin Director's Cut me të gjitha pjesët që I mungon që të marrë vesh të ç'po ndodh. Zgjedhjet në Kosovë, vetvendosja humb, PDK humb, fiton vetëm Rama. Po, pse edhe në Kosovë prap Rama fiton ç'po. Shive tani kur dali Berisha thotë nuk e njohim rezultatin. Po s'ka lidhje koleks, është përparim me Rama. Mirë, sa ta dëgjoj ai, futet po pa Rama. Merr sinjalin. Këto pra ishin të gjitha ato çfarë ne kishim përgatitur për edicionin fix. Mos I bëni shumë seriozisht. Jo, as pak më, vetëm po duhet të theksojmë që vetëm koka I lajmi pra është burimi I sigurt I informacion, ndërsa pjesa e dytë është imagjinata e shfrenuar e 2 moderatorëve këtu në studio. Julia, di ku do të çoj tani? Ku do të çosh? Asun se di nga bëhet. Marsio. Asun nuk e di nga bëhet Berkani, nuk e di ku ndodhet, por mbaj mend Top Fest 3 kur doli kjo këngë ekstravagante Berkan për të gjithë ata nostalgjiksit dhe nostalgjikset e ndjekim tani në Top Albania Radio. Top fare këtu në Top Albania Radio. 18:49 minuta shënon ora, jemi live dhe drejt për së drejtë. Mos harroni që pas pak në pjesën e dytë të emisionit do të kemi Bruno Revolt nga grupi Revolt Clan për të folur se ç'po bëhet me grupin, gjithë ato bashkëpunime që ka bërë Bruno.
Jo, se kemi në telefon Bruno. Alo? Alo? Kupton, jam një regjisor. Se nuk duroj do të më kupton apo jo? Regjisor, çfarë ka? Mos ka ndodhur gjë nga teatri, man. Na kanë pushtuar miku im. Shpërndau në çuna se Gjermani. Ti më sotau. Na kanë pushtuar, po të them. Kush mor na ka pushtuar? Na kanë pushtuar shfaqjet e huaja, më kupton apo jo? O zoti regjisor, po ke ngatruar epok, shfaqjet e huaja ishin dikur, tani s'ka më. Janë edhe tani dashur. Ka variant tjetër. Po hë një herë në Llafos. Në teatrin kombëtar, regjizori huaj. Po. Në teatrin Metropol, regjizori huaj. Teatrin eksperimental Kujtim Spaj Vogli, regjizori huaj. Ai ka shkruar në mëtej, mirë që është i huaj, po vendose me i huaj nga Albert Camus, më kupton apo jo? Po publiku edhe ai i huaj apo jo? Ja, publiku është i joni. Po ai nuk kupton se çfarë she, më kupton apo jo? Po më merre pozitivisht të paktën aktorët po bëjnë kurse falas. Po ne shqiptarët. Po. Ne, më fal. Po më tani se është trend europian o mirë, që integrim artistik, hapu ndaj botës. Lërit, bashkëpunojmë. Hapshin trut ty me gjithë botës. Kush është më i madh, bota apo arti? Po ku di që unë deri në Greqi kam shku. Po mirë. Po kur mund të kemi integrim të brendshëm, më kupton apo jo? Kur do të integrojmë regjisorët shqiptar në teatrin shqiptar, më kupton? Është thellë. Po aty ka qenë regjisor shqiptar, ka pasur shfaqje me regjisor shqiptar në teatr. Se fut kot tani. Mirë. Çfarë do japin aty në radio? Mos bën ai gjë që se tregon apo ja? Po jo, mos thjesht ti po i përgjithson gjërat. Ora merr vesh ti 3 teatro në Tiranë me 3 regjisorë të huaj. Shqyr kemi Zamirë në Korçë, që mban gjallë Shqipër, më kupton apo ja? Me që se ati e shkona i greku, aja e këna shajgjë, më kupton apo ja? Po mi më tënë. Shiko, artistat e shëtisin botën. Njësoj si thoshte edhe Chaplin, që unë jam qytetar i botës. Punojnë kudo. Po artistat tanë që i këni jashtë, se si fut njeri në teatr. Ato luajmë barabar, luajmë portat vogla. Po penal, topi është i imi, penaltinë e gjuj vetë, po e drejt. Po tani... Që se shakagjime, kë ke bërë regji i teatrit i djallë? S'kam bërë, kam baruar për aktrimun. Bravo, prandaj s'merr vesh, bravo. Tani, do është e regjizori është i mirë, pse të mos e marrin? Çdo sezon, produksion madhështor. Nga regjizori huaj fituesi shumë çmimeve, po ku janë këto çmime, more zotri? Çmimet janë vetëm lekët. Në vend që të jesh jashtë të vinë këtu, ndodhe kundërta, ata ikin jashtë, të rinë tanë, më kupton? Po mos u mërzit, se të paktën vinë turistat. Po, Shekspiro. Ai që vjen për pushime në Ksamil, shkon Ksamil, nuk vjen të turbina me pa teatr, më kupton apo ja? Po mirë tani, pse s'bëjnë regjisorët shqiptar ndonjë shfaqje? Pra, na thuaj ti, këto muajt e fundit paktën. Janë të zënë duke aktruar në shfaqjet e të huajve, regjizori aktron, më kupton apo ja? Prandaj thonë akademi futu te regjia se i ke të dyja, kupton? Po ç'ke mos xhir sekretet e akademisë tani, ç'e ke? Mos u bëj edhe ti diktator. Let vit huaj të shkëmbej me eksperjenca. Mirë, ika se kam një audicion me një regjisor të huaj tani, po pse gjithmonë na duhet luajmë rolin e të paditurit, vinë kësa nga jashtë, ne o burra i hapim derën. Është i huaj këti më shumë, më kupton apo ja? Po, kuptoj o më kuptoj, po... Se u karo regjisori, hello, Mantas, yeah, ika tani se kam një rol, ika. Ik, me të mira. Thuaj, art bëhet kudo, rëndësishme është që të bëhet art i mirë, të huajt apo shqiptarët, këtë pastaj e vendos publiku. Ne do merremi me hallet tona. Do ikim me një herë në muzikë, aty ku do të na çoj DJ Vini tek Rockset dhe rikthehemi në pjesën e dytë, sepse pas pak janë lajmet dhe sigurisht në pjesën e dytë me Bruno Revolt. Qëndroni këtu, top fare. Juli se është këndon këngëtari ti se jaz lek, i rad. Ska një 5.000 lekë çuna tani. Bënë 2500 bet 5.000 ja. Kjo kënga më kujton rrugën e vjetër të Vlorës, më kujton tunelin ku mbushja ujë. Rrugën e vjetër, po të vjetër ne bjeti nga Levani deri në Vlorë bie na. Po pra se në këto fshatrat, po nga Levostrova, në Vosel. Shikoj se hahet shumë bukur aty, është shumë mirë drejt. Po, ose në Panaja, te ullit në Panaja.
Filte Vashëza. Ashtu, po jo, nuk kemi ylli bakën sot, jo. Bruno Pollogati ose ndryshe Bruno i Revolt, ai që me kë nuk ka bashkëpunuar, me Elifare, Neli Male, Elbria Dërgjonaj, Mariolën, Poni, Nora Istrevi, Lumi Bivo, Sava Alia, Ylka Kuqi, Endri dhe Stefi, Valbona Mema, Peska Laku, Sali Berisha, Emmanuel Macron, Elon Musk dhe së fundi, po angazhuar dhe në e krizës politike në Kosovë. Me të pas me vllase ike shumë, ike. Shkatërën. Kush të tha që do bëhem ministër njëherë se mora vesh domosdoshmë. Bruno, mirë se ke ardhur në Top Fare. Mirë se ju kam gjetur. Faleminderit shumë, jeni të mrekullueshëm. Ju dua, ju ndjek gjithmonë dhe faleminderit. 10.000 lekë të hapa. Se flet sikur është Big Brother. Faleminderit, ju dua. Po pse jo, mos harroni, inshallah dash zoti i madh. Jo, ça? Ja nisë direkt me Jo, mo bor. Po jo se jemi në këtë periudhën ku para se të filloj Big Brotheri nëpër internet qarkullojnë emra. Po jo emri më së qarkulluar akoma. Po e di çfarë është e bukur se këta që qarkullojnë ata Kujdes nga gjilli mbuluar. Ja. Po Bruno, Hadha. si fillim, si e patë ditën sot? Top Fare apo Topi? Top Fare. Unë nis gjithmonë top si Top Albania Radio ose Top Channel. Unë nis gjithmonë Top Fare. Juli e di shumë mirë, kështu që unë jam gjithmonë nga i diti Juli. Ç'e lidhje ke me Big Brother? Ai dhe ti ai italiani që këndon? Po. Si çe. Jo, unë jam ai robot. Çe. A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot, po dalim borxhi që në fillim? Jo, dha vetëm shkrepe, jepi të parë, të dytë, çoj tek i pestë pasaj. Po ke gjënë ne jemi vetëm automat. Juli e çon në 9G çaj. Verstappen i çmendur, po është Piastri i pari. E ndjek Formula 1 apo ja? Jo, me thënë drejtën. Jo, nuk e ndjek. Nuk ka vërtet. Po Bruno, do të bëjmë të pyetje për lek apo nuk do të futemi te çështja? Çemri është ky, çem. Nga vjen ky? Lekun. Paguhen me kartë kontare tani. Ne dëm kacin ka vlla, ne dëm ato gjëra të jetona. Gjithë këto bashkëpunime. Jepi. Kush rezultoi më i suksesshëm? Mos ta bëj bish tani por na thuaj një emër. Po sinqerisht të gjitha, po me qenë se kemi vendosur këngën, edhe kënga me Lumi Bin ka qenë shumë e suksesshme, po. Unë le të themi të gjitha këngë kanë qenë suksesshme në llojin e vet. Kënga me Endion Alikon kam bërë këtë vit në Behar, që është bërë shumë virale në TikTok. Princesha është bërë shumë virale. Na rikujto pak. Moj e bukur, moj princesh, me mua po vjen. Kam me të falun ty çka dush, veç me mu me qen. Të voglen qëriti nona sot tu bë princesh. Kam me marse ma do zemra unë për të povdes. Endioni një 13 vjeçar, e kam pasur dhe në zënsin tim, po dhe mik shumë të mirë dhe ka një zë fantastik, është shumë i talentuar, e përshëndes shumë se më ka ikur në Kanada, më ka lënë vetëm, kam pasur një tur të suksesshëm me të, dhe kjo kënga vërtet doli shumë, nuk do të them rastësisht, bashkëpunimi ishte rastësisht, po kënga ishte e mirë menduar, po pati një rezultat shumë të mirë në publik dhe publiku e përqafoi shumë, po dhe ai si djalë është djalë i ëmbël, djalë i dashur, me një vokal të shkëlqyer dhe pati vërtet shumë sukses. E kishe nxënës, tani nxënës. Ai bie ti je mësues, sepse unë jam mësues, po, unë jam mësues në një nga kolegjet më të mira në Tiranë. Më të mira në Tiranë. Tani ka dy ta themi. Jam mësues. E pastaj le të themi dhe për Adesso Bala, një nga këngët më të suksesshme të 2013-s me Revolt Clan, me Febin, me kolegun tim të cilin e përshëndes dhe dua fort. Dhe kjo ka rezultuar një nga këngët më të suksesshme të asaj kohe. Gjithmonë ne i bëjmë këngët, pastaj publiku vendos, por e përgjithshmja këngët tona kanë qenë gjithmonë kanë mbajtur një balans, kanë qenë. Bruno përmend Febin dhe grupin Revolt Clan. Çfarë bëhet me këtë Revolt Clanin? Se ti shumë se nuk bëhet dha polera, nuk ti them të gjitha tani, kur të dalin pastaj të tregoj të gjitha. Ke shumë nga këngët e tua i ke bashkëpunimet i ke vetëm si Bruno Revolt. Pse jo me grupin? Shiko, e di, ka momente që marrim disa vendime për të ecur dhe pak si solo, le të themi dhe të masim pak vetëm, por në anën tjetër ndonjëherë vendosim të bëhemi dhe Febi për shembull i është kushtuar çik më shumë familjes këtë periudhë. Ka qenë është bër baba për të dytë dhe i është kushtuar më shumë familjes. Për momentin tirojnë fëmijët dhe i përshëndesin. Në dasëm orë, në dasëm. Po i shkruaj Febi tona, flasin apo jo? Po, shiko, mos e vër në dyshim vëlla se ne miqt kur i konsiderojmë miq harroj derisa të vdesim i kemi miq. Flasim dhe jemi shok shumë të mirë dhe për këtë arsye kemi vendosur të bëjmë
të bëjmë pak pushim, por jo më larg se para një vit e gjysmë, mos të gaboj 2 vjetësh, bërëm remake-un e këngës Tate du fustan me Valbona Memën, që na rezultoi vërtet shumë e suksesshme. Pra një rikthim i mirë. Po, një rikthim i mirë me grupin, do vazhdojmë akoma, por un kam disa projekte të tjera që i kam vetëm edhe të shohim. Po, doja të pyesja nga gjitha këto bashkëpunimet, nuk flet më, domethënë flet me të gjitha po? Apo jezë me ndonjëherë që flet. Au, na i lau, tau. E ke parë storyn bësoj? Te Top Albania Radio. Vjen ti rrëfej gjitha, kështu që me kë sa i lezetshëm që më shipojnë grupat e faqe. Nuk ka here. Kur bën ëndër fiera të lumtin amore nuze ka fieri. Me të gjithë flas, nuk mund të them që i kam të gjithë miq shumë të mirë, po koleg të mirë dhe kemi edhe ruajmë një respekt, të paktën në ana ime unë ruaj një respekt shumë të mirë me të gjithë që bashkëpunoj, se më pëlqen që në jetë kem shumë miq dhe pse jo, ti lëm hapësirë vetes për mundësi të tjera. Nga Vlora e keni. Jo nga Vlora. Ne duam të dhamë, thuaj. Po e bën kështu ai më thuaj. Po, edhe të këndojmë, pse jo, kupton. Nuk i del Vlora ti, do ta bëj edhe pak fierakshë, Flora. Po jo, vetë që na skrapari era se jemi edhe në origjina skrapari. Ke lidhje nga skrapari. Po, jam në origjina skrapari. Dhe je rritur në Vlorë. Jam rritur në Vlorë. Gjimnazin Ali Deme ke bër? Jo, gjimnazin e kam bërë te shkolla e muzikës, kurse 8 vjeçarin e kam bërë në Pusmezin, lagjen time në Zigur Lelo. Dhe Zigur Lelo. Dole këngëtar ti nga aty. Po çepet. Po Pusmezini tani nuk futesh më andaj se futesh nga Transbalkanike. Po jo, po aty ai rreth i madh aty çon ai. S'ke ka vetëm. Për gjithë që jeni në ato rrugë, tani nuk ka trafik. Dhe disi ngeli Pusmezin se ishte një pusë e kishte mezin. Ajo faktikisht e ka lagje 11 janari, po në Vlorë gjithmonë të vën nofka. Në Pusmezin te Kulaçi, te Kalitrojës. Te Kalitrojës, te Tregu Orizit, te Shtat Pallatet, rruga Makarona me çfarë? O Bruno, moj Vlora me kuror, të uroj një 100 vjetor, të kemi portofolin me vetë, të pudh malin, të takos malin, që malin. Ismaili s'ke ku e uron ti, po. Ta takoj, më fal. Po mirë. Ta takosh jo. Po do vini ditë. Do vini ditë. Qoftë larg. Ke qenë për 100 vjetor në Vlorë? Po kam qenë me grupin, kemi performuar aty me miliona shqiptar, nga gjithë shqiptaria dhe të Kosovës e kruo. Ka qenë një eksperjenca, domethënë ne kemi bërë koncerte pafund, po eksperjenca më e bukur ka qenë për 100 vjetorin e pavarësisë, kemi qenë në Vlorë, ka qenë një shi të mërshëm në atë kohë. Po, e mbajmë, edhe unë kam qenë aty. Dhe kemi performuar. Apo s'kishte torta? Torta ka qenë këtu në Vlorë. Kishin ishte një tort po në miniaturë ishte torta. Bravo, ne kemi performuar aty dhe ma kujtove sa bukur ka është, ma kujtove vërtet ka qenë një nga performancat më të veçanta dhe shumë emocionuese e asaj kohe dhe s'kam për të harruar kurrë. Ne me vërtet do bëjmë shaka, po unë të pyes edhe gjëra që kanë vlerë. Vërtet e ke. O Bruno, tani nga gjithë to bashkëpunime kush ka bërë më shumë naze? Je naze, jo, s'më ka bërë njëri. Ka qenë më i vështirë, ndoshta edhe profesionalisht. Jo, nuk mund të them më i vështirë. Këtu do ta dal tani. Naze s'më ka bërë njëri, por le të themi profesionalisht më kërkuese dhe më shumë bindse është Poni, të cilën dhe e përshëndes shumë se është një nga gocat dhe zonjat e shkëlqyera vërtet dhe fat net që e kemi, por vërtet që kërkon shumë nga projektet dhe le të themi ajo ka qenë pak më këmbgulse në disa gjëra dhe e di në një anë ka dhe të drejtë se ndonjëherë kur ti mendon se çdo gjë është perfekte, nuk është. Jo gjithmonë gjërat janë perfekte. Ai the kur e takove Ponin për herë të parë, the dashuria shuhet në heshtje, kur ndahet trëndafili në vdekje. Tani kam nevojë për buzëqeshje, që më fale ti. Pa ty shumë i ftohtë është janari. Pa ty nuk më ngro zjari. Unë ndryshoja, me jari më ndryshe. Përshëndes Ponin. Respekte për Poni. Ku është Poni? Poni, përshëndesim nga Top Albania Fix. Bukur shumë. Bruno, si e ti është muzikës? Je rebel? Si revolt? Jam me këtë madhe. Ka shumë djegse në Instagram. Jam MNP. Jam më i madh i ndërkombëtarisht. Me patent. Apo je i qetë si baladat e tua, Bruno?
Si e? Po apo Bruno, e je bukur apo kjo. i qet si baladat e Jo, tua? jam shumë i qetë, jam shumë i dashur, jam shumë happy dhe në një jetë kemi dhe unë përpiqem ta shijoj dhe sa herë që zgjohem gjithmonë me buzëqeshje dhe flet gjithmonë me buzëqeshje. Po, Se ne ke xhepin një plot. Britani pas shtepelenës, kush na Po ka lera, ina? po çat xhepi plot ato vene vino vlla, po. Ja Jul, shikoj vetëm qeshti. Juli qesh, ti qesh, DJ Vini do reklama re. Na vjen. Ikë futu me reklama. Vini se kam si shpirt. Po do na thuash pas pak bashkëpunimi me DJ Vinin. Po ikim reklama, rikthehemi. Ikim. Jemi Rikthyer me Gazare siç dim vetëm ne Bruno Revolt. Tani një bashkëpunim që nuk do doja ta bëja kurrë Bruno. Me një që mund të jetë pseudo artist, se përndryshe me të gjithë do doja. Ata që kanë Do zërin një e rrym bukur për shembull? Jo, Ndoshta jo se nuk të pëlqen, por rryma të përshtatet. Jo, përpiqem që të dëgjoj çdo lloj rryme, të preferuarat e mia është R&B dhe pop, R&B dhe hip hop, që un jam i dashuruar dhe jam rritur me këtë lloj muzike dhe nuk e ndroj, po dëgjoj ndonjëherë dhe rock, heavy metal e kështu gjërash, por Popullore? vokali, po dhe popullore patjetër. S'kemi ku shkojmë pa popullore ne vlla. Vokali im, le të themi zëri im anon më shumë në ngjyrat e një rryme rock. Rock. Por duke parë curin, duke ecur me grupin, duke eksperimentuar në rryma të ndryshme, ne përfunduam në këtë lloj zhaneri ku unë sot po performoj dhe kam ndier veten shumë mirë dhe kam pasur edhe sukses patjetër. Sa vite u bën nga dalja jote e parë si artist? Shikon, nëse do flasim vetëm si personazh, un kam dalë që 13 vjeç në kompeticione. S'po i përmendim emrat. Kurse me grupin kemi dalë në Top Fest në 2000 Top Fest 2-shin mos gaboj, si Revolt Clan me grupin dhe që atëherë ne s'jemi ndalur më. Domethënë, le të themi jemi mund të kemi gati një 17-18, mund të jenë bërë dhe 20 vite në skenë, me gjithë dështimet, sukseset tona. O Bruno, kur filluat që të merrnit lek? Domethënë, nuk po them të merrit në një 5 vjeçë ai. Të merrnit lek që ti ta kuptoje vlerën që ishte. Jo, shife, ka shumë të drejtë. Është pyetje shumë e bukur kjo që. Çfarë më bëti Po përgatitaj për do flasim brapa. Hajde lëshoje para brapa, më ta dëgjoj tani. Le të themi shumë shpejt kam filluar të marr lek, se që ne jemi ai brezi që njohim edhe misin, ne kemi ndonjëherë dhe jemi zhgënjur, kemi bërë shumë ndere, nuk bëhemi pishman se jeta vazhdon, është e gjatë. Një dorë aty ku bën nder që sa di ta di Zoti, ta di tjetri, domethënë çdo gjë ndodh për një arsye, këtë e kam kuptuar me kalimin e kohës, por ne kemi filluar ta prekim lekun shumë shpejt, jo në një shifër të madhe me grupin, por shumë shpejt. Le të themi, unë mund të kem qenë 16-17 vjeç. Kur e more satisfaksionin e parë që ishte një shumë e konsideruar, bëri një koncert edhe ata të vlerësuan sepse po thoj se gjithmonë kur kemi dalë me grupin, po le të themi kur kam pas bër këngën ka shumë këngë sa s'mban mend emra. Kemi bërë këngën, ne kemi qenë grupi i parë, le ta themi këtë, kemi qenë grupi i parë që kemi bërë bashkëpunim me Rumun, me Mario Biskin, në atë kohë ishte artisti më i suksesshëm në Rumani dhe asnjë artist shqiptar, themi të Shqipërisë, po besoj edhe shqiptar të Kosovës, në atë kohë nuk kishin bërë bashkëpunime me të huaj dhe ishte një pra ju ishte grupi që doli për herë parë shtetit. Po, edhe më e bukur ajo, dikush ka qenë që unë mendova se arrita Hollywoodin në atë kohë, sinqerisht se po se këngët e këtij djalit dëgjoheshin në çdo klub, në çdo vend, kudo që ishte dhe kur më merr kolegu se fal Febit, mos ja heqim hakun, fal Febit, kolegu tim më tha vlla, tha di me kë jam duke komunikuar dhe me kë jam duke mbyll një deal bashkëpunimi, i thash jo vlla, nuk e di. Më tha me Mario Biskin, i thash në një moment unë isha pak kështu i utuar, i thash me kë ore? Ja, sapo e dëgjojmë këngën. I thash kush është ky ore? Më tha mua Mario Biskin, ai që ka atë këngë. Igor mos ja fut kodhash, dhe unë isha duke shkuar. I doli vlegat Igor. Unë isha duke shkuar në lice dhe më e bukur isha duke shkuar në lice se isha 17 vjeç atë kohë. Isha në këmbë duke shkuar në lice dhe ore po tavesh ti u dhash që i thashun. Jore më tha mua për zotin dhe hajde mbaron shkollën, më tha mua hajde në Alidem, se Febi Rik ka shpinë Alidem. Kur kam vajtur atje, vlla, demon e kemi bërë ne në Tiranë, në studion ton, se kishim studion atë kohë. Po. Dhe kur ja kemi prezantuar atyre dhe ata e kanë pëlqyer, për ne ishte domethënë një kapitull i ri komplet, të shikoje media ose gazetat në atë kohë që shkruanin thyet Hakulli për herë të parë kështu. Por
e pranoj edhe këtë që s'kemi qenë shumë biznesmena, në sensin që duhet të ishim pak më të shkathë në ana menaxheriale. Jo. Jo, nuk kemi pasur jetën vetëm ne kemi pasur eksperiencë shumë të bukur me atë, kemi të gjithë kanë eksperienca të bukura me rumunin. Kemi ndar koncerte me ta dhe edhe Armando Sadiku që korrigoi. Dhe shumë të respektuar dhe artista vërtet dhe jo fare mendje më dhënj dhe shumë të thjesht. Nga ata kam kuptuar shumë se më vonë kam bërë një bashkëpunim me Otilien, që Otilien atë kohë, dëgjoj, se kjo është shumë e bukur. Ky është vërtet. Po prandaj kemi marrë që ti thua kjo është gjatë. Dore do dëgjosh kjo apo se gjatë. Po ti do të dëgjosh se më çamënde fare, më çamënde. Kjo është vërtet kjo është vërtet një mesazh shumë i bukur për të marrë, sepse Otilia në atë kohë kur ka bërë bashkëpunimin me ne sapo kishte dalë në një mega hit i saj Bilionera që kishte gati 500 milion klikime, që një artist shqiptar sot të ketë 500 milion klikime nuk të flet me gojë valla, dhe nuk e di pse ndodh kjo, po më besoj që ja kjo është kënaqësia që ne kemi bërë bashkëpunimin. Po vini po ti ke fol më përpara. Jo, vini ne kemi xhan shumë dhe është shok shumë i mirë. Përveç dhe një nga DJ. Si e gjeta Otilien? Dhe me Otilien bashkëpunimi ka qenë shumë i rastësishëm. Po këtu ai ishte biznesmen? Po këtu ja morëm kokër më kokër. Bilioner në YouTube apo bilioner? Shikoj, di pse them biznesmen Jul më fal, sepse ne ecim, ne ta thash, ne jemi ai brezi që jemi rritur me vuajtje dhe ne na ndodhe që o vlla ik për vllajin atje te tas me aty shokut tim, por sa të ket. Dëgjoj vllai, që e ka se ja kam borxh, mi po sa shok e miq kemi ne, i bie që vllai, ne do tani vruare çik. Iku vera pas e lek. Iku vera. Vinim duke se ka ditëlindje për ca ditë. Nuk e urojmë dot para kohë, po do vim diku. Vini afuta koto me vërtet. E ke ditëlindje për ca ditë apo jo? Jo. Dhe kjo ishte vërtet për të marrë, domethënë kam marrë një shembull vërtet shumë të mirë nga Otilia, se një njeri me një famë aq të madhe dhe pranoi, erdhi këtu, bashkëpunuam, ndam koncerte, se kemi pasur dhe një marrëveshje të tillë që ne domethënë ram dakord që çdo performancë, çdo koncert do ishim të tre. Ndoshta nuk do mbanim një çmim. Do të dalë jashtë shtetit ai marr lek. Po patjetër. Por jo, vërtet kanë qenë eksperienca shumë të bukura dhe kohë vërtet shumë të bukura. Nuk i vin më ato kohë, nuk mendoj që janë me njerëzit aq të ndjeshëm si në atë kohë dhe të jepnin dashuri sa më shumë. Kaq kisha. Mbaroj. Sa urdhro? Sa reklama po paguhen. Sa do të pyesim pas pak vetëm pas pak sa të kemi reklamat? Sa minuta? Po 5 minuta. 5. Ore për 5 minuta ora ça. Po bëj. Do prishim. Po mirë, po ti si Elita 5 do të. Esta se Berisha. Okej, shkëputoj. Qeshni, më vërion patate këto. Përsëri e jona 100 MHz. Jemi rikthyer. Masa bukur. O Bruno. Faleminderit për Dasma, në Synet Lik që kur doni ke bërë ndonjëherë Synet Lik? Synet Lik Dasma a hedhje bën vet. Po sekondon. Brenda paketës çmimit të performancës. O Bruno. O va. Ti u martova. Mirë se erdhe në grup. Ditën e martesës i bëre dhuratë nusës një këngë dedikim. Sot kur debaton me të, a ja përmend si argument, po unë kam bëu këngë për ty mi. Habderne. Spesë më morë shpirtin, Merë të fjeraka dhe Bro, nuk e përdore si argument. Ja, ma që s'ka shanse që më vesh. Shkuar e haruar. Bro, kemi marrë disa prej titujve të këngëve tua, e sigurisht shoqëruar me një frazë nga mbrapa, por edhe i kemi kthyer në pyetje. Jepi. Akoma, ty të ndje akoma. Yes. Që e dëgjojmë tani. Çfarë ndjen akoma Bruno? Ndje akoma melodinë e muzikës. Tekstin. Po. Të kam dashuri. Kë ke dashuri Bruno? Gruan time dhe familjen time. Bukur. Dopi deri në mëngjes. Nuk po vjen dashnia që un po e pres. Çfarë pidi Bruno? Un pi kafe, ujë dhe
bëj vetëm palestër. Me vërtet nuk konsumon alkool fare. Fare. As në për tavolina kur thon ata me dobi se As për tavolina raste shumë të ralla, Prandaj se kam marrë gruan Vlorë poshtaj. Se s'pi dot. Po më imagjino ta mos u ngatrove këta. Më imagjino ta ketë nuse mallakastrioti, këta nisin edhe ja. Po pse në fjerë jo, ha? Në fjera. Oh, më thonë pija. Po nuk thaj Po nuk çaj kokë. Vajtëna çakë. Më e bukur, më princesh. Kujt ja the këtë për herë të fundit? Ja bëjmë skip se Princeshave më burr. Okej, bukur. Gocave. S'ka më princesh. Apo jo, ka princesh, ka. Ka princesh. Po jo mbi bizele. Po. Aty ku modhem shpirti, aty mos më prek. Çfarë nuk lejojnë të ta prekin Bruno? Familjen? Okej. S'ka shanse. Shtoj zovalle pranverën Tima Sollën. Kush ja sjell pranverën Brunos? Familja? Më ke mungu, malli më kish marrë shpirt. Pse ngjesi çani kur i them këtë? Ja dedikoj po prap, për familjen normalisht. Të familjen Vetëm familje. Do familje. Më merr malli. Se gjithë du familje. Më merr kama për shoqërisë. Është duke na dëgjuar bashkëshortja në këtë moment? Si mendon? Mendoj se po. Po i bëjmë thirrje bashkëshortëve që ta çojë te Digital te kanali 10 se edhe mund ta shohë Brunon, shef Julim, shef dhe mua, shef DJ Vinin. Binde që është një intervistë. Jemi edhe sigurisht jemi live, por jemi edhe në kanalin 10 në Digital. Yes. Prandaj u bëre kaq i bukur ti. Yes. Bukur. Okej. Të kam dritë në sytë e mi. Kujt ja thua më shpesh këtë Bruno? Jo hiç familjen tani. Se thot afrohet te mikrofoni se i ka thënë. Thuaj familje 7 herë thuaj. Familjes time. Të kam dritë në sytë e mi. Po në nip në bes, nuk keni? Po. Të gele familje. Ni për vetëm mi. Okej. Bukur shumë. Te kjo pyetje s'do thuash familje, se ka me të vrarë ty karma. A ja ke thënë vërtet ndonjëherë këtë mallkim Bruno dikujt? Të zëntë e mos të lëndë. Jo, po të gjithë ne kur zhgënjehemi nga në rrethana të ndryshme, të çfarë do lloj rrethane themi karma. Po ja ke thënë ndonjëherë dikujt? Po ja kam thënë. Okej. O Patjetër. të zëndsha më i madh shaqe do t'i puth ato dy faqe. Por kë e ke këtu Bruno? Për manushaqet, kupton. Për familje. Manushaqet. Okej, je gati tani Bruno? Jo. DJ Vini lëshoje pak. Mos e lësho. Lëshoje. Lidhe. Do dilni pak. Opa. Bruno, bëu gati sepse për ty kemi përgatitur 30 pyetje. Sa gati? Ta i bluzën. Jo, mos e Jo, akoma s'kemi kaluar orën. Si e Big Brother akoma, prit. 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë. Nëse përgjigjesh me 2 ose më shumë, ne të kthejmë te pyetja e parë dhe loja nuk mbaron kurrë, okay? Do ta lëm mos mbaroj kurrë pra. Jepi. Po mos harro vetëm një fjalë, gjëja e fundit që hëngre. Po bro, duhet shpejt. Makarona. Hera e fundit që bëre sherr. Asnjëherë. I ka thon thoj Bruno. Asnjëherë. Je kokfort nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të? Ndoshta po. Ndoshta po janë 2 fjalë. Nga fillimi. Një fjalë ore. Çfarë thua ora? Ndoshta, po këtë. Gjëja e fundit që s'hëngre. Pilafi. Bravo. Hera e fundit që bëre sherr. Asnjëherë. I ka fshon gishtat e këmbës? Asnjëherë. Je kokfort nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të? Po. I ke lënë ndonjëherë punët e tjerëve për të marrë me punët e tua Bruno? Po. A të pëlqen komshitë e tu? Po shumë. Po shumë. Jeri nga koka. Gjëja e fundit që hëngri Juli. Pilafi. Gënjen kthej nga fillimi. Nuk e dim një fjalë tha. Hera e fundit që bëre sherr Bruno. Asnjëherë. I ka fshon gishtat e dikujt tjetër? Asnjëherë. Je kokfort nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të? Po. I ke lënë ndonjëherë punët e tua për të marrë me punët e tua? Po. Bravo. A të pëlqen komshitë e tu Bruno? Po. Ke ndërmend të derë sa të bësh tap lonz? Po. Digje shumë në verë nëse po, a luhesh me kos? Jo. Kosi hahet apo pihet Bruno? Hahet. I shkreti. Vazhdo Juli. Se Bruno. E mbërthyer më duket. O Bruno, kujdes tu, e bukur apo e zgjuar? E zgjuar. A je i lumtur Bruno? Shumë. Para apo dashuri? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E para. Bravo. Ku ishte puthja e parë? Në buz. Sa bukur. Direkte me të parë. Mos më nga Vlora. Ne drejtë faqja kemi shku. Bruno, të pëlqen ushqimi kinez se po të haj një zhapik që këndon lapçe? Jo. O Bruno, më mirë të thot zemër shpirt apo Këngëtari. Këngëtar.
A shan kur shel lajmet Bruno pip. Jo. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Po. Bruno i bie në herë qylit. Po. Hera e fundit që e skuqur nga turpi. Asnjëherë. Të kanë kapur ndonjëherë me matën me dikë dhe ke thënë kam thjesht shoqe? Jo. Normal, do na vrave gjithë si staf. Po Bruno, Edhe gjon glokun nga ana tjetër. hajde vini mbushë për çunat. Hera e fundit që them. Po vino 2 paketa. Jevi gat. Bruno, hera e fundit që them më fal. Asnjëherë. Hera e futi që gënjeve Bruno. Asnjëherë. Po tani na ke shtuar 3 herë. Okej. Po Bruno, nëse do transferohesh në një kafshë, çfarë kafshë do ishe? Transferohesh. Po. Transformoje. Luan. Kush luan? Flamurtari luan. Më mirë. Mund të bylisit aty. Më mirë të duash apo të duan Bruno? Të më duan. Po Bruno, me kë nuk do doje të çihnin as në ëndër. Larg qoft. Arrogantët. Okej. Sa filozof. Çedi. Erdhi në mesazh, mos qeshu. Ke qeshur ndonjëherë në varrim Bruno? Po. Jemek. Po. Okej, mirë. Sa tani një fjalë të them se më hoqë troj. Po një fjalë. Po çam shikoj vetë. Po nuk të vjen që ke qeshur në varrim? Jo. Bruno pyetja $1 milion. Çfarë bën kur s'ke ç'a bën? Thuaje. Këndoj. Nëse do të zhdukesh për një këndimi është ai. Ku do shkoje? Australi. Okej, thashë do thoshte te ullin në banaj. Atje, dete, vashë sa. Ej Bruno, nëse do të mund të dilë një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, gjallë apo vdekur, kush do të ishte? Ktu mund thuash emër mbi emër dhe arsyen sepse do ta zgjedhësh ta nominosh për javës tjetër. Në një këngëtar që të ka borxh. Një emër, një arsye, Bruno. Po thuaj. Usher. Usher. I love Usher. Po çfarë do t'i thoj Usherit për shkakun? Nëse është duke më ndjekur i them vlla, të lutem hajde bëjmë një bashkëpunim se vdes për muzikën tënde, për performancat e tua dhe si këndon ti dhe për zërin tënd. Bukur. Bruno ja dole me një çik sforcë ta kaloje këtë pyetësorin ton. Tani fol jepi lë shoh. Si desmo tani. Malore. Pas e benzinë po nuk fiket ai. Bruno, të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënd ta kalosh këtu me ne, po tani darkën apo s'ka? Mbrëmjen. Ka qeshte? Mbrëmjen. Do ham në dark në gjë. Po direkt jemi si anglez do të ham atë. O Bruno, shiko, vaktin në mes në orën 5. Te kontrata që bëra unë me Julin na kanë thënë që për çdo të ftuar që do keni ata në bazë të sa fjalë të mira do thonë ato, aq lek do merrni. Po. Muajin e kaluar na doli mirë, vino mirë dolëm. Tani unë po mbaj shënim ti do thuash. Domethënë duhet të thuash ta fjalë të mira që ne të marrim sa më shumë lek. A kupton? Shumë të mirë jeni ju. Një. Iku i 5. Po. Kaq të dhe? Jemi 3 veta, mos na lëve 5000 lekë, valla. Jeni ju thashun. Po, pra. Jeni ju pa jemi. Jeni shumë të këndshëm. Po, okay. 2000 lekë ishte. Jeni shumë happy. Po. Ti jepni energji shumë të mirë. Edhe mendoj që nuk miket fare nga emisioni. Do ta vazhdoj akoma. Po do ikim. Akoma, dua ta vazhdoj akoma. Dua ta vazhdoj emisionin. Un prap tani. Sa përqindje marrun nga këto që thash. Nëse jemi ose më saktë më thoni po sa është rroga vlla. Po vlla, nuk e doje sa lek hidhen. Ti e doje me të tëra. Me të tëra. Bruno, të falenderoj. Çuna, faleminderit shumë që faleminderit ty Bruno. Faleminderit çuna. Jeni të mrekullueshëm vërtet, ju dua dhe vazhdoni kështu se që keni top fare për si emisioni. Okej. Dije vini, ikim, rikthehemi sërish vetëm pas pak Bruno. Të vaft jeta vetëm vaj. Edhe juve, të gjithëve si staf, se vaj edhe në shket ndaj herë, kujdes. DJ Vinin e përshëndesim fort, një ndër çunat më të mirë. Love you brother. Mos love you gjithëve. Pra, ti ke më vlasë për të gjoj Asheri, prandaj. Respekti për Asherin, bravo. Ndërkohë asnjë gjuhë, asnjë fjalë anglisht nuk di. Ikim se na myti vini. Vino, reklam. Jemi bëjë edhe një herë ti Sofi? Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futë një mendje top fare. Top fare.
fare. Ose nuk të pëlqen fare. Topin. Futi një mendje top fare. Si kemi bërë mirë këto si Lezetshëm, lezetshëm, pëlqen. Lezetshëm. Kreativ. Po bëni edhe ju ndonjë për ne, do ishte lezet. Leks kemi. Bëni për qendër dhe suportoni artistët. Ata nuk janë Oli dhe Benji, ata janë Juli dhe Angelo dhe vinë në top fare. Respekt. Po ta s'ka nevojë për prezantim se sapo dëgjoni notat e para të zërit e kuptoni kush janë. Shpejtini emrat. Erma Misi dhe Sofiko dhe Balla janë këtu. Hello. Si jeni goca? Top fare. Top fare. Na ishin kurrë, po biesh jashtë? Po, ishte shim. Është edhe ftohtë. Edhe ftohtë. Sigurisht. Trafik po. Prandaj ti e mbërthyer deri në gryq. Moti sot në vend është me rreshtje të paqëndrueshme. Bravo Erma. Ja ka ta lënë gjova. Për motin. Erma, e bën ti këtë meteorologën? Jo po zëvë cukuria me grip ajo e motit, shkoj Erma. Jemi në një klimë trup sopikale. Po, trup sopikale. Vini, ç'është kjo klima? Ç'është kjo trup sopikale vini? Trunin top fare më valla. Tamam. E goca çka kemi në lunch jo sot? Në lunch jo. Tamam, bukur se. Lunch jo pra, ne kemi nga fjerë lunch jo. Në lunchon e sonte kemi një të ftuar shumë veçantë, e cila në fakt ajo sapo është lançuar në treg dhe një ndër gjërat më interesante për të është pikërisht fakti që është ende në fillimet e saj dhe ka publikuar vetëm 2 këngë dhe ke shumë për të pyetur dhe avantazhi i dikujt që nuk ka një diskografi të mirëfillt pas vetes është që biografinë e tij artistike mund ta ndërtoj vet. Shishi. Diçka të përveçantë gjithashtu është që kur e dëgjova për herë të parë më kujtua pak ajo shprehje Martin Scorsese's që ajo më personale është gjithashtu dhe më kreative, kështu që është një artiste e mirë. Këto ne vi pa tekst pa gjithë. Po e ta Scorsese është e vdekur. Bukur. I ka dhënë nana ti muhabeti. Po, edhe ti je Ja ka thënë Trebinska këtë. E përmendë. Po Erma, si është ajo? Pilotja juaj kokuqe? Pilotja juaj kokuqe është ajo? Yes. Bukur, po ti Sofi si e ke? Nuk e di, imagjini juve. Instruktorja e veshit e zeza. Pse kishe gjithmonë me zeza? Instruktorja. Si është karresis? Ti je pilot e juve. Okej. Rastis bukur shumë Juli, ja lëm stafetën gocave thuaj ti këto llafet e bukura që. Po llafet e bukura ishte çfarë keni ndjekur. Ne do të dëgjojmë së bashku sërish të hënën ashme, po deri atëherë vazhdoni të qëndroni me Lancho.